Në qytetin e Maliqit, qarku Korç ka nisur një ndërhyrje madhore mjedisore, pastrimi dhe sistemimi i lumit Devoll, një prej arterjeve ujore më të rëndësishme për këtë zonë. Punimet përfshin pastrimin e rreth 153.000 m3 aluvione, mbetje inerte të akumuluara ndër vite, si dhe sistemimin e bermave të Skarpatës në të dy anët e lumit, përgjatë një gjatësie prej 4 kilometrash. Kjo ndërhyrje është pjesë e masave për mbrojtjen nga përmbytjet, përmirësimin e rrjedhës së ujit dhe forcimin e strukturës mbrojtëse të lumit, që përbën një pasuri jetike për bujqësinë, natyrën dhe jetën e përditshme të banorëve të Maliqit dhe zonave përreth. Pse është ky një investim jetik? Lumi Devoll ka pasur ndër vite problematika të mëdha me akumulimin e mbetjeve, aluvioneve dhe ndërhyrjeve të pakta, duke sjellë përmbytje të tokave bujqësore dhe dëme të konsiderueshme për fermerët lokal. Ky projekt shënon një kthes pozitive drejt rigjallërimit të potencialit të lumit, duke garantuar një rrjedhë të rregullt, shmangje të rreziqeve natyrore dhe rritje të sigurisë për komunitetin. Punimet janë ndjekur nga afër edhe nga strukturat vendore dhe inxhinierët përgjegjës, të cilët theksojnë se pastrimi i aluvioneve do të sjellë lehtësira të menjëhershme për zonat bujqësore që varen nga ky burim uji për ujitje dhe kullim. Lumi Devoll, dikur një rrezik në shirat e dendur, po shndrohet në një model të ndërhyrjes së qëndrueshme për mbrojtjen e mjedisit dhe tokës bujqësore, një investim që flet për kujdesin ndaj natyrës dhe respektin ndaj komunitetit.